11 avionët e Red Rose, skuadriljes akrobatike të forcave ajrore mbretërore britanike, kanë bërritur pasditën e së entes në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit. Pilotët u pritën nga përfaqësues të ambasadës britanike, zëvendës ministri i mbrojtjes dhe personalitetet të tjera. E gjithë skuadra do të realizojë në Tiranë një parakalim mbi bulevardin Dëshmorët e Kombit si pjesë e programit të forcave ajrore britanike. Kjo është hera e parë që në Shqipëri realizohet ky spektakël, ku mjetet fluturuese do të dhurojnë për kryeqytetasit një show nëpërmjet akrobacive në ajër. Me sa duket, pilotët e kishin rezervuar stërvitin e parë mbi aeroport. Lideri i skuadriljes, David Montenegro, tregon për shtypjet e para për këtë vizitë në Shqipëri si dhe detajet e aktivitetit të ditës së premte. It is our first visit. I've never been to Albania personally. Është vizita e parë. Nuk kam qenë ndonjëherë në Shqipëri, por është kënaqësi që jam këtu. Fluturimi shkoi shumë mirë. Kjo vizitë këtu është pjesë e programit të forcave tona të armatosura. Është kënaqësi të vish në një vend me të cilin kemi patur marrëdhënie të mira. Nesër do të jetë një fluturim në orën 10 në sheshin Nën Tereza. Do të ketë tymë të bardhë dhe spektakli do të shihet nga të gjithë. Pjesë e programit do të jetë Ministria e Mbrojtjes, Mimi Kodeli, dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj.